marrëdhëshëm me Ministrinë e Kulturës. Normalisht duhet ishin kryer në Vjeshtë dhe tani që po flasim ndodhemi në fund të vitit. Gërmimet vet kanë disa vite që zgjasin me këtë ekip, por që është i kombinuar një ekip i ri me një ekip që vazhdon gërmimet që nga vitet e 10, që është profesor Neritan Ceka dhe profesor Skënder Muça. Tashmos në rolin e këshilltarëve dikur ishin drejtuesit e ekspeditave, Neritan Ceka për antikitetin, profesor Skënder Muça për antikitetin e vonë. Po shkojmë drejt 50 vjetë gërmime në Bylis, kemi filluar në vitin 1978 dhe është merite arkeologëve shqiptarë që në vitet vështira kanë punuar dhe kanë krijuar një nga parqet më përmbajtësor, do të themi, sepse është ndryshe nga Polonia që është një koloni greke, që është prapë pjesë e kulturës tonë. Bylisi është një qytet autentik i lirë, është original i joni, në genet tona. Dhe kemi një kompleks të vërtet që të regon një qytetërim të mirëfillt, ku kemi një organizim politik që ishte kryeqendra e një bashkësie, një republike të vogël, që ishte koinoni i bylinëve, zgjidhnin çdo vit në punësit, kemi disa emra në punësit që kemi gjetur mbi shkrimet, natyrisht mbi shkrimet janë greqisht, që ishte gjua e përboçme e kulturës, mo themi, botës mesdhetare, dhe teatrin e tyre, stadiumin, stoan, ku bënin shëtitjet e mbrëmjes dhe diskutimet, dhe natyrisht një nivel jetese shumë të lartë. Këtu jemi në lagjen e banuar, edhe plani i Akademisë Shkencave është që nga një banesë e vetme që kemi, që quhet banesa B, se banesa tjetër është rreth 100 ca metra nga ana tjetër e murit Viktorinit, të krijojmë një lagje të tërë që njerëzit shohin se ata që kanë bërë teatrin, kanë bërë stadiumin, edhe stoan ku kanë jetuar dhe nivelin që kanë pasur, është një banesë që kemi zbuluar shumë kohë përpara, banesa B që duket në përballë. Është një qytet që është 32 hektar, është qyteti më shumë i gërmuar dhe më shumë i studiuar midis qyteteve ilire, edhe përfaqësohet në të tëra fazat e zhvillimit të qytetit i lirë, duke filluar që nga shekulli i 4 me ndërtimin e mureve, pastaj në shekullin e 3 me krijimin e agoras, që ishte zona publike ku mblidheshin tërë qytetarët e krahinës për aktivitetet ndryshme, përfitonin nga sheshi kryesor, agoraja, si për festa, për mbledhje politike,